është zyrtarizuar edhe nisma për të ndërtuar industrinë e prodhimit të dronëve ushtarak dhe civil. Nismen e menjëhershme për zonën industriale me 50 hektarë në shkollë me modelin kabinetik të shkollimit. Ne kemi një program i cili prek të gjithë sektorët vital të jetës shoqërore në komunë. Normalisht në disa sektorë kemi ardhur me disa ide më kreative e më inovative e në disa me zgjedhje më konvencionale, por të mjaftueshme për të adresuar dhe zgjidhur problemet e shtresuara të komunës. Programi është ndërtuar për brenda një vizioni i cili tashmë është në një farë mënyrë edhe ka marrë rrugën nga qeveria qendrore për Gjakovën si një nyje që lidh strategjikisht Shqipërinë dhe Kosovën, qoftë përmes linjës korridore, qoftë përmes shndrimit të Gjakovës në një zonë të prodhimit industrisë ushtarake. Kemi propozë domethënë në poligonin të Babajbokës, në investimet në aeroportin ushtarak, tashmë është zyrtarizuar edhe nisma për të ndërtuar industrinë e prodhimit të dronëve ushtarak dhe civil. Normalisht kjo vetëm një pjesë e zhvillimit të fushës ekonomike. Ne premtojmë për nismen e menjëhershme për zonën industriale me 50 hektarë që do të ndërtojnë një infrastrukturë të përshtatshme për bizneset, idenë për Jakova Tech Hub që do të jetë një hapësirë e re qoftë për tërheqjen e kompanive të ICT-s që kanë rating ndërkombëtar, qoftë përmes aplikimit të modelit të Young Cell Scheme, përmes dhënies së bursave për të rinjt, të cilët pastaj do të bashkëpunojnë me sektorin privat. Në sektorin e kulturës, për shembull, ne kemi dalë me idenë e Muzeut të Luftës, i cili është edhe një dokumentim historik, por njëkohësisht edhe potencial turistik, në shkollë me modelin kabinetik të shkollimit, shërbimin geriatrik e garantojmë në fushën e mjekësisë. Për secilin prej këtyre ne kemi edhe ide, po edhe projekte konkrete të tjera, për të cilat besoj që do të shpalosim gjatë emisionit sepse koha vetëm përfundoi. Ju falenderoj.